Dje në ora 8:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 49 vjeçar nga Tetova ka raportuar se një ditë më parë në fshatin Pirok, rajoni Tetovës, gjatë kryerjes së detyrave të punës si i punësuar në EVN Maqedoni, së bashku me kolegun e tij 57 vjeçar nga fshati Kamjan, është sulmuar fizikisht nga një banor i fshatit Pirok, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 4:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 67 vjeçar nga fshati Dobrosht, rajoni Tetovës, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga 2 persona. Sipas raportimit, gjatë kryerjes së detyrave të punës, përkatësisht duke transportuar një pasager me automjet, personat me një vetur tjetër ja kanë bllokuar rrugën dhe kanë sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 16:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 30 vjeçar nga fshati Pallçisht ka raportuar se në Tetov për shkak të një mosmarrveshjeje të ndërsjellë është sulmuar fizikisht nga një 36 vjeçar nga fshati Kallnik, po merren masa për zbardhjen e rastit. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 22 shoferë, 18 në Tetov dhe 4 në Gostivar për parkim të parregullt, ndërsa 14 automjete, të gjithë në Tetov, janë ngritur me mjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 41 kundërvajtje të tjera në komunikacion në Tetov 16 dhe 25 në Gostivar.